Miftinia e Shkodër ka organizuar me nxënësit e disa mejtepeve dhe kurseve fetare një mbrëmje të veçantë shpirtërore para këtij lloji pas restaurimit të xhamisë së Plumbit, një nga simbolet më të çmuara të trashëgimisë tonë fetare, historike dhe kulturore. Programi i këtij aktiviteti mblodhi rreth 300 nxënës, mësues imam dhe prindër me temë në hijen e trashëgimisë tonë. Mifti i Shkodrës Imam Muhamet Sytari në mesazhin e tij u ndal te kujtesa gjatë dhe vlerat tona islame dhe si një frymëzim për edukimin dhe për kushtimin e të rinjve në rrugën e dijes dhe besimit. Ky tubim dhe krejt të tubime janë ditë gëzimi për ata. Edhe zani i tyne është gjallëni për xhamin e Plumit dhe për krejt xhamit e Shkodrës. Ezani i fëmijëve në xhamit tona, sado që të duket i nalt, është i parazvlefshëm me cicërimat e këtyre zogjëve, që na e shoqënojnë leximin e Kur'anit dhe mesazhet e ndryshme që ne përcjellim me një shpirt madhësi të papërshkruar. Të dashtun dhe të shtrenjtë imam të pranishëm, ju prind të dashtun e ju të shtrenjtë bi, jam shumë i gëzuar që ne erdhëm në këtë ditë. Edhe nuk do të ishte kjo ditë pa ndihmën bujare, edhe pa përkrahjen e vëllezërve tanë nga Republika e Turqisë, të cilëve i jemi pafundësisht mirënjohës, e me të cilët kemi shtrënguar durrët tona jo sot, e jo para 30 viteve, a 35 viteve, a 300 viteve, ma ata i kemi lidhur durrët që në ezel, e bashkarisht do të jemi kështu deri në ditën e fundit, edhe në të përthemen, për të trashëguar vlerat më të mira të besimit, e për të ecur së bashku në një rrugë që është rruga e bekimeve të Allahut Azza wa Jall në jetën tonë të përkohshme, e për ta mbrojtur njëri tjetrin, e për ta përkrahur njëri tjetrin. Türkiye'deki kardeşlerimize daha fazla dua edin ki lutuni sa më tepër për Turqinë, për muslimanët në Turqi, që Zoti t'u jap mundësi më shumë që ata të kenë mundësi të ndihmojnë njerëzit kudo që ndodhen në të katër anët e botës. Të nderuar vëllezër dhe motra, xhamit nuk janë vende vetëm për adhurim. Gjithashtu ato janë qendra edukimi dhe arsimimi për rinin, për kulturën dhe për të ardhmen. Ju me mësimet që merrni në xhami zbukuroni moralin tuaj, por përgatiteni, merrni njohuri si për botën, si për jetën tuaj në këtë dunja, po ashtu edhe për jetën në botën tjetër. Aktiviteti vjoj me vizitat në ambientet historike të xhamisë së Plumbit.